Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon transparencë të plotë nga Qeveria dhe Ministria Punëve të Brendshme, lidhur me aktivitetet dhe përgjegjësinë e Agjencisë së Sigurimit Rubicon në natën tragjike në Koçan. Kjo agjenci, e afërt me partinë në pushtet, ishte përgjegjëse për sigurinë e kabares në Koçan natën ku ndodhi tragjedia që mori 59 jetë të pafajshme. Prandaj, qeveria ka për detyrë të japë publikut përgjigje të qarta. Kush janë klientët e tjerë të Rubicon? A kanë pasur kontrata të rregullta sigurie dhe sigurues të licencuar? A ka kryer ndonjëherë Ministria Punëve të Brendshme inspektim ose kontroll mbi këtë agjenci? Apo mbroj kjo kompani për shkak të lidhjeve të saj me pushtetin? A është e vërtetë që kjo agjenci i shantazhon kompanitë që të angazhojnë duke u mburur me lidhjet e saj të ngushta me autoritetet e larta partijake? Në vend që të përdor drejtësinë për të goditur kundërshtarët politik, qeveria duhet të jap llogari për dështimet e saj dhe për ata që vërtet mbajnë përgjegjësi për këtë tragjedi. Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon një hetim të plotë, të paanshëm dhe të drejtë për këtë rast, si dhe përgjegjësi nga të gjithë ata që kanë lejuar një situatë të tillë të ndodhë. Qytetarët meritojnë të vërtetën, jo lojra politike dhe mbulim të skandaleve.